Në mes të shkretëtirës së Nevadës, larg qyteteve dhe syve të publikut, ekziston një vend që për dekada ka ndezur imagjinatën e botës. Një bazë ushtarake e rrethuar nga sekrete, teori konspiracioni dhe histori për UFO. Ky vend quhet Zona 51, por çfarë ndodh vërtet brenda saj? A është një laborator sekret për teknologji ushtarake, apo vendi ku qeveria amerikane fshe prova të jetës jashtëtoksore? Por le ta zbulojmë së bashku misterin e Zonës 51. Historia e Zonës 51 fillon në vitin 1950, gjatë tensioneve të mëdha mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik. Kjo periudhë njihet si lufta e ftohtë. Shtetet e Bashkuara kishin nevojë për avion spiun që mund të fluturonin më lart dhe më shpejt se çdo avion tjetër. Për këtë arsye u ndërtua një bazë sekrete në mes të shkretëtirës. Aty u testua avioni legjendar spiun Lockheed U-2. Ky avion fluturonte mbi territorin sovjetik dhe fotografonte instalimet ushtarake, por për shkak se avionët fluturonin shumë shpejt, shumë njerëz në tokë filluan të raportonin se po shihnin objekte të çuditshme në qiell. Në vitin 1947 ndodhi një ngjarje që do të ndryshonte gjithçka. Në qytetin Roswell, në shtetin e New Mexicos, u raportua se një objekt misterioz ishte rrëzuar. Fillimisht ushtria deklaroi se kishte gjetur një disk fluturues, por disa orë më vonë deklarata ndryshoi. U tha se ishte thjesht një balon meteorologjike. Ky ndryshim i papritur krijoi dyshime. Shumë njerëz besojnë se objekti ishte një anije kozmike dhe se mbetjet e saj u dërguan në zonën 51 për studim. Deri sot qeveria amerikane mohon këtë teori, por misteri vazhdon. Në realitet, Zona 51 ishte një qendër testimi për disa nga teknologjitë më sekrete të historisë. Këtu u testuan avion revolucionar, si Lockheed A-12, Lockheed SR-71 Blackbird dhe avioni Lockheed F-117 Nighthawk. Në kohën kur këta avion fluturonin për herë të parë, teknologjia e tyre dukej si diçka nga një film fantastiko shkencor. Forma e pazakontë dhe shpejtësia e madhe bën që shumë njerëz t'i ngatronin me UFO-t. Kjo vetëm sa shtoi misterin rreth Zonës 51. Për dekada, qeveria amerikane as nuk e pranonte ekzistencën e Zonës 51. Vetëm në vitin 2013, Agjencia Qendrore e Inteligjencës publikoi dokumente që konfirmonin bazën. Zona mbrohet nga masa ekstreme sigurie, kamera dhe sensor të avancuar, patrulla sigurie, hapësira ajrore e ndaluar. Edhe sot, askush nuk lejohet të afrohet shumë pranë bazës. Çdo përpjekje për të hyrë konsiderohet shkelje e sigurisë kombëtare. Në vitin 2019 ndodhi një fenomen i pazakontë në internet. Një event viral i quajtur Stormëria 51 ftoi njerëzit të sulmonin Zonën 51. Ideja ishte humoristike. Nëse jemi shumë njerëz, ushtria nuk mund të na ndalojë të gjithëve. Miliona njerëz u regjistruan online, por në realitet vetëm disa turistë dhe kurioz u mblodhën pranë zonës. Eventi u kthye më shumë në një festival se sa në një film. Sot dim shumë më tepër për Zonën 51 se sa në të kaluarën, por shumë pyetje mbeten pa përgjigje. A është kjo bazë vërtet një qendër për teknologji ushtarake, apo ndoshta disa sekrete janë ende të fshehura? Derisa qeveria të zbulojë gjithçka, Zona 51 do të mbetet një nga misteret më të mëdha të botës moderne. Dhe ndoshta, diku në atë shkretëtirë të heshtur, fshihet një sekret që njerëzimi ende nuk është gati ta zbulojë.